për ta sqaruar, unë jam nga Italia, kështu që presidenti im nuk është saktësisht ai të cilit ju referuat. Dëgjoni, jeni nga Italia. Jeni nga një Shqipëri e madhe në shumë mënyra. Giorgia Meloni do të ishte absolutisht dakord. Pra, italianët janë shqiptarë veshur me Versace. Është e vërtetë që keni një kryeministre, një grua të shkëlqyer, siç Trumpi do të thoshte, një grua të mrekullueshme, dhe jam dakord që nuk është e gjatë, por më besoni që kur merr fjalën është më e gjatë se unë. Sa për ta ditur. Sepse në sytë e tu shoh shumë të majt. Unë jam vetë socialist, edhe pse nuk jam fort i sigurt se çfarë nënkupton kupton ditët e sotme. Për shembull, te socialistët francezë, po të them që jam socialist në Francë, nuk dua që njerëzit të mendojnë se kanë vdekur. A mendoni që anëtarësimi i Bashkimit Evropian është i vlefshëm për Shqipërinë, sepse duket sikur po i referoheni një forme shumë ndryshe të BE-s, një forme më të urbanizuar. Jo, mos na ço këtu, nuk është e vërtetë. E shihni si funksionon? Sa tmerrsisht keq funksionon, sepse unë thash diçka për dikë. Lidhur me një opinion për një temë dhe më quajtët urbanist. Ai është miku im, si të gjithë ata që janë miqtë e mi, sepse tashmë u bë ca kohë në këtë punë dhe kam parë shumë prej tyre të ikin e të vinë, por unë nuk jam një urbanist. Nuk thash që ju jeni një urbanist. Unë kam një mendim tërësisht ndryshe nga Viktori kur vjen fjala për Bashkimin Evropian. Besoj që Bashkimi Evropian është projekti më i jashtëzakonshëm politik që njerëzimi ka përfytyruar ndonjëherë, ashtu siç besoj që një prej njerëzve më të mëdhenj që ka bërë politik është dikush që quhet Charles de Gaulle, një europianist i madh. Besoj që Bashkimi Evropian është bekimi që kemi, të gjithë ne, përfshi edhe francezët, cilve kur nuk ju pëlqen diçka për një kohë të gjatë, dhe besoj që për ne, Shqipëria në Bashkimin Evropian është pikërisht ajo çfarë mund të quhet bekim, sepse po të ishim ajo çfarë ishim pas 50 vjetësh Kore e Veriut e Europës, pas 50 vjetësh izolim tërësor nga të gjithë, sepse ishim izoluar nga Perëndimja e Lindja, pas 50 vjetësh diktaturë gjakatare, varfërie, dhe Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, do të kishim pasur të njëjtin fat si Afganistani, Iraku apo kushdo tjetër. Flasim për vende ku amerikanët shkojnë të ndreqin gjërat me bomba dhe kur largohen gjërat janë më keq se ç'ishin në fillim. Për këtë po flas. Bashkimi Evropian është diçka që çdo europian, përfshi francezët, duhet ta gëzojnë si dhurat nga etërit themelues, e që nuk duhet rrezikuar as pak. Të gjitha ato teori për dalje nga Bashkimi Evropian, për faktin që Bashkimi Evropian është problemi, janë krejt të pabazuara. Dhe ashtu siç ill-advised British friends, miqtë tanë të dashur e të keq këshilluar po tregojnë është që të largohesh nga Bashkimi Evropian është të largohesh, të lësh një martesë e të hysh në një makt. Martesa është komplekse, por të largohesh prej saj është një makt. Kështu që mos bëj të njëjtin gabim. Ju nuk e bëni sepse ti je italian. Po, jam italian dhe i majt, një specie mjaft e rrallë me sa duket. Italian dhe i majt është e rrallë, në fakt kjo është ajo çfarë gjen në rrugë kudo. Çfarë të thuash me këtë? Prandaj dyshoj ndonjëherë veten kur them edhe unë jam i majt. Le të ecim përpara.